Ministri e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj bëri të ditur se qeveria ka nisur punën për zhvillimin e ishullit të Sazanit, duke theksuar se ai do të mbetet në pronësi të shtetit shqiptar. Në një konferencë për shtyp, Ibrahimaj deklaroi se shteti shqiptar do të jetë pjesë e projektit si bashk investitor dhe bashk pronar, ndërsa aktualisht po zhvillohen negociata me kompaninë investitore për të përcaktuar përqindjen e pjesëmarrjes së shtetit në investim. Në zonën e Sazanit kemi filluar punën për të bërë disa veprime në lidhje me zhvillimin e zonës së Sazanit. Sazani është një ishull i cili, siç është përsëritur dhe herë të tjera, do të mbetet në pronësi të shtetit shqiptar. Shteti shqiptar në atë projekt do të futet si bashk investitor, bashk pronar. Jemi duke negociuar me kompaninë për sa i përket përqindjes që shteti do të ketë në zhvillimin e projektit dhe pa diskutim që sapo të kemi një pasqyrë më të qartë se si do të jenë kushtet, sa përqind do të jetë shteti shqiptar dhe kohët e lëvrimit të projektit, do t'i bëjmë transparente. Gjatë konferencës, ministre u ndale dhe tek pensionet duke rikujtuar se në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave është miratuar indeksimi i tyre me 2.7%, i cili do të hyjë në fuqi duke nisur nga muaji korrik. Në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave neve miratuam indeksimin e pensioneve, i cili nuk do të jetë më në tetor, por do të jetë në korrik. Norma e indeksimit e rritjes të çmimeve për shportën e pensionistëve rezultoi 2.7%. Ne kemi treguar që gjatë përballimit të krizave kemi pasur një vëmendje të shtuar drejt atyre grupeve të popullsisë të cilët nuk mund t'i përballojnë rritjet e çmimeve. Ajo theksoi se qeveria ka mbështetur vazhdimisht shtresat më të ndjeshme të popullsisë gjatë periudhave të krizave ekonomike dhe shtoi se aktualisht inflacioni në vend është rreth 3% në përputhje me objektivin e Bankës së Shqipërisë.